Ndërsa afati është drejt përfundimit, mbi 125.000 të punësuar në të gjithë vendin kanë plotësuar deklaratën individuale vjetore të ardhurave, Diva 2025, deri më datën 28 mars. Konkretisht janë dorëzuar 125.411 deklarata, ndërkohë që afati i fundit është data 31 mars. Në të kundërt, tatim paguese që kanë detyrim ligjor mund të përballen me penalitete. Administrata tatimore parashikon që Diva 2025 të plotësohet nga afro 200.000 individ, nga 140.000 që e kanë deklaruar në vitin 2024. Kjo për shkak të aplikimit për herë të parë të zbritjeve tatimore për fëmijët në ngarkim dhe shpenzimet arsimore, nga të cilat përfitojnë jo vetëm individët me të ardhura vjetore mbi 1.2 milion lek në vit, por edhe ata në 1.2 milion lek, të cilët përveç se nuk e kanë detyrim, nxiten që të deklarojnë vullnetarisht në mënyrë që të mund të marrin rimbursimin që u takon nëse rezultojnë me teprisë kreditore. Individët me të ardhura vjetore mbi 1.2 milion lek kanë të drejtën e përfitimit të zbritjes për numrin e fëmijëve në ngarkim dhe personat me të ardhura në 1.2 milion lek kanë të drejtën që përveç fëmijëve në ngarkim të përfitojnë edhe zbritje tatimore për shpenzimet arsimore. Administrata tatimore bën me dije se afati i deklarimit dhe pagesës së Diva 2025, sipas ligjit është 31 marsi 2026 dhe se subjekt deklarimi me detyrim për këtë vit janë ata individ që kanë realizuar të ardhura bruto vjetore 1.2 milion lek ose më shumë nga të gjitha burimet dhe jo vetëm nga paga, kanë qenë më shumë se një marrëdhënie punësimi gjatë paktën një muaji, apo ata që gjatë vitit 2025 kanë realizuar të ardhura më shumë se 50.000 lek, për të cilat nuk është mbajtur tatim, si dhe kanë përfituar të ardhura nga platformat Booking dhe Airbnb. Sipas administratës tatimore, gjithashtu janë plotësuar rreth 91.600 deklarata për të ardhurat personale nga biznesi, si dhe 21.790 deklarata për tatimin mbi të ardhurat e korporatës.